Ja del Tarkoj. Nuk është larguar topi mirë. Ky gol ka vlerën e aromës evropiane. Albin Krasniqi me këtë perl pas që ndihmoi Prishtinën të fitoj trofeun e Kupës së Kosovës e siguroi dalje edhe në Evropë. Kryeqytetasve nuk u eci mirë në kampionat dhe rrugdalja vetme për ta shpëtuar sezonin ishte Kupa. Dhe këtë e kompletuan duke mposhtër llapi në finalen që u zhvillua para disa ditësh në stadiumin Fadil Vokri. Kështu skuadra drejtuar nga Arsim Thaçi do të nisë kampanjën në raundin e parë të kualifikimit të Ligës së Evropës. E në një nivel tjetër të arenës ndërkombëtare do të ketë punë drita që doli kampione për këtë edicion në elitën e futbollit kosovar. Intelektualet aventurën në Evropë do të nisin me raundin e parë të kualifikimit për Ligën e Kampionëve. E ekipi që doli i dyti në renditje Ballkani gjithashtu dhe këtë vetë do të bëj pjesë në garat evropiane, veçse këtë herë do të nisin nga raundi i dytë i kualifikimit të Ligës së Konferencës. Kurse katërshën evropiane të Kosovës e kompleton ekipi Malishevës që doli e treta në përfundimin e sezonit duke mjaftuar barazimin me Prishtinën. Tornado do ta filloj aventurën nga raundi i parë i Ligës së Konferencës. Por ndryshe deri më tani nga klubet kosovare vetëm skuadra e Ballkanit ja ka dalë ballë që të futet në grupe atë në Ligën e Konferencës, madje duke e bërë 2 herë.